Fitim Margantaj, përshëndetje dhe mirë se vini në Tryeza 10. Përshëndetje Fat, mirë se gjej. Si po ndiheni sonte këtu? Mirë, kam kënaqësi që të jetë mjesin juve. Ishte kënaqësi që u njoha faktikisht në takimin që kishim së bashku në Shëndorf, edhe tani së bashku do të ndajmë edhe historinë tuaj për teleshikuesit tanë. Në fillimisht na tregoni për origjinën tuaj, nga jeni me origjinë? Unë jam prej komunës PS, Lugit Baronit. Okej. Një fshat 4 Stirat. Jam prej 2005 në Evropë, domethënë si fëmijë 15 vjeçar. Në 2011 kam marrë në Gjermani dhe kam kryer shkollë në Austri. Okej. Pastaj në Gjermani. Kam kryer titullin master në elektrik. Bravo. Ndërkohë hapa biznesin tam. Shumë bukur. Dikur edhe kreva masin në drejtim si bashkimi për nxemje dhe për ujë. Tash po punojmë me rrymë më shumë, zakonisht me rrymë. Ne bashkëpunojmë me bashkimin shumë, se na lidh dha puna, qoftë se ky mundon punë më termike, dikush do të më lidh me rrymë, kështu që jam ne. Bravo, në Kosovë janë shumë të kërkuar mjeshtrit e rrymës. Në Gjermani? Tepër. Tepër? Tepër. Veçë që në Gjermani të vjen titulli majse për me hap një firmë. Okej. Është shumë shkollë e zahtshme, për ata dhe nuk kemi edhe shumë majster në Gjermani, për ata është edhe shumë vështirë këtu me hap një biznes kësi. Pra patjetër duhet të jesh i diplomuar, po, të kesh një diplom apo licencë në një farë mënyre që ti të ushtrosh atë aktivitet. Po. Dhe projektet tuaja janë projekte kryesisht me të vogla, me shtëpit apo edhe me objekte më të mëdha? Tash projektet i zgjedhim më shumë vetë, se çështë ki kapacitin mundesh me marrë edhe objekte, domethënë projektet, se ne jemi 6 vetë në firmë, po s'munda me marrë një projekt për shembull me 100 banesa. E kuptoj. Ne kishim projekte deri në 30 banesa, më shumë nuk dojmë vetë, se nuk dojmë rrit me bëni një firmë gjigante, se edhe përgjegjësia kalon në atë mënyrë. Pra, njëherë për njëherë ju dëshironi të dëshmoni kualitetin tuaj në këtë stad ku jeni, po natyrisht në të ardhmen pse jo edhe të rriteni apo jo. E vërtet. Po. Dhe çfarë vështirësi ka më tepër në këtë profesionin tuaj? Duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Përgjegjësia sepse nuk ka falje te rryma. Po të kapi një herë. Ne kemi një shprehje. Të dridhit. Ne kemi një shprehje që thotë rryma thot vetëm një san. Mu do të më njoft çdo kush, a nëse një askënd. Tha një interesante, ha? Po. Sa herë të ka dritë, më trego drejt? Nuk muj me numru. Vetëm e di që për një ditë më ka dritë diku një 8 herë. 8 herë. Mbrëna ditës. Ishim një hotel të punu, aty skuconim të ndalim rrymen. Se ki ndonjëherë në projekt ku skucon të ndal rrymen do të punosh në rotacion. Edhe ajo ndodh ndonjëherë. Po kështu që ajo është e rrezikshme. Po. Do t'i kesh pajisit ku në rrymë, do t'i kesh dorzat normal që mat, domethënë pjesë plastike që mos depërtoj rryma, po ajo ndodh. Edhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm se një pakujdesi e vogël bën hatan apo jo. Në pakujdesi e vogël shkakton me jetë. Ka patur ndonjë aksident apo incident në Jo, për fat mirë te ne jo. Po di shumë raste që ka përfunduar edhe me humbje jete. Pse zgjodhe këtë profesion? Çfarë të tërhoqi tek elektrika? Si më thonë, si në fillim e kom urrejtur shumë si profesion, se e vërtet është edhe si në zanat, është shumë e vështirë. Okej. Po mas një kohë ja nisa të e dasht. Edhe dikur të në Gjermani ku erdha, se në zanati kisha kryer në Austri, ku erdha në Gjermani ja nisa të punu një firmë të madhe, dhe ku e kreva majsterin, jetoni me vështinë që ta hapja biznesin tam. Edhe tash e hapa një punë që e bësh me dëshirë dikur o funksionon. Saktë. Unë ja nisa në gjatë zanatit, ja nisa të e dasht. Tani, antarët e tjerë të kompanisë tuaj, duhet jenë edhe ata të kualifikuar, të diplomuar, apo mjafton vetëm, do thotë ti, njohurit tuaja, diploma juaj, që firma të ecë përpara? Jo, gjithë punëtorët duhet të jenë të kualifikuar. Ka raste që normal që të vynë në ndihmësat, po zakonisht të vynë vetëm punëtorët të kualifikuar, sepse duhet ta ditë planin, duhet ta ditë që rreziku kryesor është prej rrymë, pa nuk mund ta lësh askënd vetëm që nuk e din punën. Për ata na vijnë punëtorë profesionista. Po një gjë këtu ti nuk e ke pas problem se nuk e keni pasur rrymën me orar, apo jo?
Që nalët rrima jo. Orar pune, në vërtet, ka raste ku të punosh natën sepse nesër do të hapën në dyqan. Atër ki mundohet që 24 orë do të punosh. 24 orë? Po. Kishim një hotel në Frankfurt ku bëshim, aty ishte me termin që do hapet. Ata do të punosh atër në dy ndrime ose edhe vetë 24 orë që ofco nevoja. Dhe klientët tuaj janë të nacionaliteteve të ndryshme? Po. One punoj, do më thonë, me këtë nacionalitetet, 60-70% i kam ba shqiptar, që edhe jam i knaqen me ta, edhe mirë njas, po i kam edhe Gjerman, Austriak, edhe do më thonë turq, qka jetojnë këtë në Gjermani, Italian. Në përgjithësi kaloj me gjithë mirë. Shumë bukur. Do më thonë kalon me të gjithë mirë, por ka ndonjë rast ku vënohen në faktura dhe shkon bën ndonjë lidhje të shkurtë? Doja, po nuk ki shansa ashtu se i mbron pak edhe ligji. Po ka raste që vënohen fakturat. Okej. Po kjo është një pjesë e jetës, se si firmë të shkon masanaj faktura dyti kur kalon të inkaso ose të përmbaruesi shqip. Okej. Kështu që të hullatuat i merr, vënon pak po i merr. Po si të duket profesioni jot në vendlindje? Si të duken kolegët tuaj ku të shkosh atje në pushime? Puna e tyre? Shumë më mdoket që atje përgjësin si e kemi në këtu nuk e kanë, sepse rreziqet që shkaqen prej rryme nuk e di a din, apo nuk dojnë ta kenë parasysh. Apo e neglizhojnë, a? Po, sepse rryma në Kosovë shumica shtëpia digjen shkaku i rrymës. Dhe kjo është pakujdesia e punëtorit, se jo klientit, po punëtorit. Po edhe klienti duhet ta dijë sa duhet ta ngarkoj një prizë. Jo vetëm futi dy nxemje masanaj funksionon. Dhe vazhdues të tjerë dhe një 20 copa. Po, pse se kanë kursy gjatë ndërtimit vrasht, se jo që i ka kushtu më shumë. Lidhjet tuaja me profilet të tjera të bashkëdhetarëve tanë, jo vetëm në fushën e biznesit, merresh edhe me aktivitetet të tjera, ku bëheni bashkë? Zakonisht ne me shoqni dalim çdo të dielën aty në ku banojmë në Shëndorf. Okej. E kem ato si obligim që me shoqni që dalim bilem një herë në javë takohemi. Të mbani lidhje. Po, se gjatë ditëve të javës askush s'ka kohë. E kuptoj. Po të dielën dalim rrim pim ndonjë kafe ose hajmë mëngjes, edhe ka raste që hajmë mëngjes bashkë, folim pak më pak për biznes, më shumë për çështën tonë social, kështu që shmallëm pak në veti dhe kalojmë kohë bashkë. Shumë bukur. Dhe po mos ta kishe zgjedhur këtë profesion, çfarë do të zgjedheshe diçka tjetër? Çfarë pasioni ke patur? Pa shumë pyetje e zëshme më thëmë, si fëmijë kisha pas qef që t'jem doktor, masanej të rrit pak futbolist, dikur edhe mekanik, dikur shkohen më shërbimin ushtarak, aty do rria, po babajt nuk i pëlqente, edhe lash, edhe kështë që zgjodha që të rritim, që atë thëmë tash. Nuk e di ka do shkoja, se si tha besari masanej, ti duhet shumë kohë që ta njoftosh pas vetën, dhe ta dish ku do shkosh. Dhe mirë ke bërë, sepse në profilin që ti je, pa shëgzon një respekt i jashtëzakonshëm te të gjithë sipërmarrësit tjerë shqiptar me të cilët unë pata kënaqësinë të takosha në Shëndorf. Pra të gjithë kishin respekt për punën tënde. Dhe gjithashtu të falenderoj që gjete kohë që ishe pjesë e këtij edicioni. Faleminderit për ftesën shumë. Faleminderit.